Me që përmendë Sazanin avokat atje akoma vazhdon të jetë ferra, nuk ka lëvizje. Po patjetër nuk do lëvizje gjë, rrof Donald Trumpi për atë punë. Se ndryshe do ishte qëruar me kohë. Por që unë kam thënë, do të edhe gjak po u prek Sazani. Sazani është bazë ushtarake, dhe është bazë ushtarake e Shqipërisë, është bazë ushtarake që mbron terenin shqiptar dhe teritorin shqiptar. Sazani nuk i lë grekët që të vinë të marrin, të vinë 5 milje për para Himarës. Ja i Sazani nuk i lë. Dhe ata atë dishën të bënin. Pra, ne dim fare mirë se çfarë bën lobi grek në Amerikë. Ne dim fare mirë se ç'bën lobi hebrej në Shqipëri, lobi Çifut, që në fakt të tëra këto janë vepra të Çifutëve. Të tëra këto dhe veprimet e asaj Nancy Horn janë vepër e Çifutëve, vepër realizim i planeve Çifute për të kolonizuar Shqipërinë. Nuk do të realizojnë dot. Ta dim këtë gjë. Avokat, kam edhe diçka të fundit ç'po ndodh me familjet shqiptare, avokat. Pak ditë më parë, në fundjavë, kemi diskutuar për 2-3 linqe që më nisët. Probleme jo vetëm nga toka, por edhe nga ajri që mund na vinë. Shiko, familja shqiptare është në ditën më të zezë të saj. Për arsye sepse në Shqipëri, këta kuislingë, këta badakçi, këta 76 palaco që vendosën dhe miratuan atë ligjin në heshtje, në fshehtësi, për këtë barazi gjinore, që ne parazitin barazi gjinore, por që në fakt është një veprim, një ligj genocidal, që vret shtimin e popullsisë Shqipëri, e ndalon. E ndalon sepse kërkon që të martohen burr me burr dhe grua me grua. Këta që do martohen burr me burr dhe grua me grua, pas kanë dhe të drejtë të birësojnë. Zotëri, këta fëmijë që do birësohen, ku do t'i bëj? Nga do pillen këta? Do vinë nga e pruveta, apo kanë një babë një nënë, dhe nga e pruveta të vinë. Dhe zhvillimi e embrionit të zhvillohet në e pruvet dhe në laborator, prap i do se zbën një babë një nënë. Pra, ky ligj i poshtër, i pa fytyr, i pa cip, antikombëtar, antishqiptar, ligj turpi, faqen e zezë të 76 ata që e votuan. Sepse kemi 20 sa shtetet të Bashkimit Evropian që nuk e pranojnë atë ligj, zotëri. Dhe këta kuislingët tanë, çfarë do që të thotë Sorosi, gati pronto këta. Ja, zotëri, jemi ngritur dhe do ngrihemi dhe do luftojmë për të mbrojtur familjen. Dhe ata persona që kanë filmosur e vullosur atë ligj, do përgjigjen, ta din, do vi ora që do përgjigjen. Dhe do përgjigjen ashtu siç duhet, duke u futur në biruksa, sepse janë antikombëtar, janë kundër interesit kombëtar, kundër tërësisë toksore shqiptare, kundër popullit dhe kombit shqiptar. Asnjë vend i botës nuk me tru kokë nuk e bën këtë gjë. Pra këta po na degenerojnë sepse i kemi janë quhen përfaqësues. Nuk janë përfaqësues zotëri të popullit shqiptar ata që kanë zënë kareket e kuvendit me vota të vjedhura. Prandaj ata të mendojnë mirë, bashkë me këtë charlatanin, Palloshin, që i thot ajo, që tall menderen ajo me të. Edhe ai prap vazhdon edhe e merren ban krah. E mbajnë në krah ai Palloshin. Këto atë skupidjaren e mbajnë në krah. Avokat, në vazhdimisht se ky ligj u miratua në publik kauzën për mbrojtjen e familjes, ju e keni fituar. Zotëri e kam të fituar se s'bën, po këta palaco, pse nuk gjenë fëmijët e tyre t'i çojnë atje se që në klasë të parë dhe që në kopse bile i mësojnë që të njohin organet seksuale dhe marrëdhëniet seksuale midis fëmijëve. Veç kësaj kam parë para kësaj ditësh një video të vogël në anglisht ku një djalë, një 5 vjeç, i shkon një vajzë 4 vjeçë dhe i thot, pranon të martohesh me mua, i bie edhe në gjunjë ai. Tamam atë pozicionin që marrin të rriturit në perëndim kur një djalë i propozon një vajze. Që janë këto që transmetojnë zotëri? Në interes të kujt janë këto pislëqe që postojnë ata palaco, ata rrugëtra, ata fllëqira të globit toksor. Se ata që propagandojnë këto gjëra janë fllëqirat e globit, janë jashtëqitje e kombeve. E keni fjalën për globalistët? Patjetër për ata, se ata na i pru këtu, po unë kryesisht e kam për ta të mitë këtu, për ata 76 këtu. Ata 76 i quaj unë jashtëqitje kombëtare që votuan atë ligj. Dhe turp të vinë presidentit. Kemi ratoj.
E kalojnë heshtin e mos gaboj president. Po s'është burra që dalë që thonë gjërat në ditën për diell. Ja fqevra si bëjnë të tëra. Dhe tani unë jam i denoncuar nga komisioneri për të drejtat kundër diskriminimit. Po pse avokat? Pse mbroni familjen? Po, dhe më thotë ke diskriminuar këta pederastët edhe ato lesbiket. Më ka ardhur ankesa, mua, televizionit tuaj, tjetë e 5 pyetjet apo jo? Po. Ju ka ardhur ankesa nga komisioneri kundër diskriminimit, shikojni ose do ta dërgojnë të fotokopjuar. S'ka argje, pra. Dhe është i lirë në median tonë të shpreh mendimin e tij. Të gjithë janë të lirë shpreh mendimin ato që mendojnë. Reportit, Vizionit dhe mua na kanë denoncuar se kemi shkelur të drejtat e pederastëve. Për këtë jemi denoncuar. Avokat, keni pas në përballje ju me palën tjetër që ata shprehen që ju I keni diskriminuar, pra ju kanë ardhur Shumë faleminderit për pyetjen, Rob, se do sqarohet dhe opinionin publik. Absolutisht asnjë përplasje, absolutisht asnjë kontakt me ta, se unë nuk denjoj të takoj me ta, bile zë dhe hundët po këmbeva me ta, se aq I qelbur janë, aq policira janë. Dhe këto janë mendimet e mia, s'më hedh dot poshtë askush. Ose këta dhe çojnë vajzat e tyre, djemt e tyre, që në moshën 4-5 vjeçare e ti mësojnë se si bëhet seksi. Pse si çojnë? Këta po them atyre deputeteve, se deputetët didisit që janë, po edhe ato deputeteve, atyre u themi, qoni fëmijët tuaju, dhe diçka tjetër, këta pranojnë që të bëjnë seks me gratë e tyre në prezencë të kolegëve, se këtë po reklamon ai famshmi ligji që kanë miratuar. Ndaj, zotëri, unë e falenderoj medien tuaj, jam shumë mirë njohës, ju më falenderoni mua që marrë pjesë, po jam unë ai duhet të falenderoj juve, sepse na hapni derën, na hapni ekranin, që ne shqiptarëve të themi çfarë po bëhet, se dikush duhet ta thot, edhe pse kemi kosto. Po se kam problem për kosto. Do t'i them gjëra. Unë them këtë. Do t'i them gjëra. Po. Do t'i them gjëra me emrin që kanë. Dhe I ftoj gjithë qytetarët shqiptarë nga ekrani juaj, cili do që ka mendim të tij për këtë çështje të shkruajnë në komentet e videos tënde. Pikërisht edhe unë këtë do thoj avokat që në këtë dritare informacioni se cili që ka dëshirë të shpreh mendimin e tij e ka hapur, plus asaj për të na gjykuar. Gjykuesit më të mirë janë qytetarët, edhe për të parë se çfarë mendojnë ata, se cili që mund të ketë dyshime, le të futet edhe le të lexojë mendimet e tyre. Jemi dakord, shumë faleminderit, Rops. Edhe unë avokat të falenderoj shumë, edhe në pritje të zhvillimeve që mund të flasim në vazhdim, të urojmë më të mira. Edhe në emër të publikut. Të faleminderit shumë. Po, e ke të drejtën të më falenderosh në emër të flasësh në emër të publikut, sepse aty drejtojnë të tërë. Po. Dhe je një përfaqësues I opinionit publik. Të falenderoj shumë avokat. Gjithë të mirat.